Unë nuk besoj që opozita duhet me bo ato që ka bo Kurti në opozit. Me ngrit kauzat rrejshme, me hinë pushtet, mi trasnu këtë kauzat. Ajo duhet me përfundu. Çdo kauz që e ka ngrit Kurti, për 5 vjet i ka trashtu ose nuk e ka prek fare. As privatizimin, as decentralizimin, as privatizimin e sektorit të distribucionit. As një çështje si nuk besoj që duhet me gjujt parlamentin me Molotov për me orën pushtet tani mos me bo kur gjo për atë unë. Unë jam ka flas për një kapacitet të politik bërjes, të qeverisjes që adreson çështje prioritare për interesin e vendit. Nuk ka ndodhur kjo, edhe në rastin e opozitës nuk ka ndodhur. A keni dështuar Grackën e tina prej 6 ditëve? Jo. A ka qenë strategjisë zotit Kurti pikërisht ardhja 28 dhjetor? Unë mendoj që Gracka e vetme në cilën ka ra opozita ka qenë pranimi i let i 28 dhjetorit si datë e zgjedhjeve. Është dashur mu ballafaqu me mashtrimin që i ka bo Kosovës Kurti për një vet për mi pru me 28 dhjetorit. Deri ku? Deri në përplasje me Kurtin. Në përplasje me lëvizjen në vendosje, sepse ky është mashtrimi blokim procesit, jo tërheqje për procesit. Sepse tërheqja për procesit ka mujt edhe me qenë arsyeja pse Kurti ka insistu bashkë me Vjosa Osmanin që 28 dhjetori me qenë data e zgjedhjeve. Po deri në ballafaqim. Nuk ka pas qëndrim përbashkë të... A mendoni si me një ballafaqim politik, deklarata, kishë mujtë mënua 28 dhjetori? Jo, po flas edhe për bllokim procesit në forma tjera. Mos pes marrin zgjedhje zoti Abazi? Jo, absolutisht. Deri sa presidentja nuk i kish marrë në përbazë edhe 3 qëndrimet e partive, 3 partive tjera politike, PDK, LDK, AK, nuk ishtë saktu data e zgjedhjeve. Zoti Abazi, kemi pas... Pavarësisht diskrecionit. A kuptoni çka ka bëu Vjosa Osmani? I ka humbë 2 javë det, t'u ja dhon Glaukën Juftës mandatarin e dytë, tu e di që nuk i ka votat. A hupet ju pikrisht kauze me kallëzues që ju jeni blokust e procesit, kur zoti Kurti ju tërish, tha çoni po të risna. Që tha çoni po të risna, sigurisht keni njëri votoni deri në prill. Edhe në prill i kishim pas këtë rezultat tjetër. A e hup të lujojnë si opozit pikrisht me këto ku zoti Kurti arriti me argumentu me propozimin e zotit Konjufca, që nuk është blokuesi ky, po është opozita blokuesi. Jo, nuk është ashtu. Sepse nuk është ashtu zoti Abazi, autoris njëri, ai thot blokues, ai u tëris. Në rregull. Më shtrova pyetjen. Mirë, ju po shtroni pyetje. Hajde, përzizu. Cili ka qenë qëllimi i Kurtit me Glaukën Konjuftën? Me kalu një buxhet 4 miliard, edhe mi shti që ato 4 milion në funksion të një fitore të lëvizjes vetëvendosje, tu e ble me skema sociale. A kuptoni çka është deficitin tregtar me pas 6 miliard euro. I kishi ik dhjetorit, prap sto pare këshin ardhë, ka 100 euro i ndonë, si shë ndonë ma shumë se 100 euro zoti Abazi. Ishtë donë rroga e 13, ky po thëtë rrogën e 13 ka me dhonë prill, kur po bëhen zgjedhjet e reja, potencialisht. A kuptoni çfarë çmenduri jo këtu? Po do me dhonë rrogën e 13 në prill, as në fund vitit, po në funksion... Jo, te prilli. Do më sot, se s'mundet në fund janarit, do të mu kalu buxheti. Ky po thënë në prill, kur bëhen zgjedhjet me dhonë në rrugë. Ky është manipulim blerje e varfërisë shqiptarëve. Do me vazhdu mi moj njerëzit peng me varfëri e me paga për me ble votën e qytetarëve. Do të thonë, qëllimi, na e dina kush o Glaukën Konjufta. Zoti Abazi, po thotë që fitoria e zotit Kurti ka të bëjmë mbi blerjen e të varfërve? Mbi 80%. Mbi 80%. Po zoti Abazi, ky edhe vitin e kaluar mi ka dhënë parët, edhe par vjet. Ky pisi ka ardhur pushtet e ka kriju një far standardi ku për fund vjet ju jep pensionistave, ju jep lehonave, fëmijëve. Ish problem, është standardi i krijuar. Po nuk është standardi i krijuar, se është i njëjti Kurti që thëke nuk jepen paga në kohë të zgjedhjeve, nuk rriten paga. Është çaj Kurti. Po kjo i rron këto zgjedhje. Po i prunit e 28-ci. Apo kupton, i prunit domthonë lloçi për cilin po flasim, që ky është lloçi politik. Që ky është mjerimi i shqiptarëve të Kosovës është që Kurti ka rënë lloçin edhe tash e ka bëu edhe më lloç. Është për përdor paron publike në varfrinë e shqiptarëve, po bën 4 pol zgjedhje. Zoti Abazi, 51%. Me 51.3 si i dhënon, 51.3%. A jenë mjaftueshme, pret se zoti Kurti do t'i formojë institucionet apo është një strategji tjetër e radhës, si përmend zgjedhjet në prill. A besoni se zoti Kurti me përqind me 51.3 do të kemi institucione dhe do të kemi qeverisje 4 vjeçare. Se s'ka ku shkon më shumë, 51.3. Jo, unë jam i bindur që drejtimi i politikës në Kosovë është çajo që kemi bisedu që një kohë gjallë. Ky është në drejtim të shpërbërjes të Republikës.
e ka bo të parëndësishëm Kuvendin e Republikës, dëmon tash me siguri me Albulena Haxhiun e bën edhe më tutje të degraduar. Nuk ka Kuvend Republika, nuk ka institucione Republika, Kurti është në drejtim të shpërbërjes së kësaj Republike, edhe në këtë proces nuk po do me pas hisedar as të luftës e as të rezistencës patësore. Domthon është një dene degradimit e të goditjes të fortë PDK-s si trashëgimtare e ushtrisë lirimtare e luftës, dhe është në goditje ideologjike ndaj LDK-s dhe AK-s, që po ashtu ka elementet luftës, sepse Po, të dy palë. nuk mundesh me ja mohu Ramush Haradinaj historinë e pjesëmarrjes në luftë as bërjes së luftës me ushtrinë lirimtare. Do thotë që Kurti, një idenë e tij është në shpërbërje të Republikës edhe shkatërrim të pluralizmit politik në Kosovë, që të mos ketë hisedar të së kaluarës. Tash opcioni për cilën flitet se Kince do ta propozoj dikon prej jasharëve, edhe kjo është e mundur. Po kjo është goditje për jasharët. Është tentimi mi fut në arenë